Përshëndetje media, të nderuar gazetar, mirë se erdhët në konferencën time të parë dhe njoftuese në detyrën e Ministrit të Mbrojtjes së Republikës së Kosovës. Me një pjesë të madhe prej jush kam pas rastin të takohem, të intervistohem dhe të kemi aktivitetet të përbashkëta në lokacione të ndryshme për shkak të kaluarës sime si oficer i Forcës Sigurisë Kosovës. Dhe ju premtoj që edhe në vazhdim ne do të kemi qasje bashkëpunuese me ju, duke marrë parasysh gjithmonë që të respektojmë e të përgjigjemi në pyetjet edhe kërkesat tuaja. Është për të theksuar që në fillim që është shumë e rëndësishme që gjatë këtij gjysmëmandati që do të drejtoj Ministrinë e Mbrojtjes, do të jem i fokusuar që të vazhdoj arritjen e 4 objektivave kyçe të vendosura në fillimin e mandatit të kësaj qeverisje, 2 që lidhen kryesisht me Ministrinë e Mbrojtjes dhe 2 që lidhen me zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. 2 objektivat kyçe që lidhen me detyrën edhe detyrat që zhvillohen në Ministrinë e Mbrojtjes do të jenë fuqizimi i mbikëqyrjes demokratike, pra do të përkushtohemi në vazhdimsi që të bëjmë fuqizimin e mbikëqyrjes demokratike, Ministria e Mbrojtjes edhe Forca e Sigurisë së Kosovës të rrisin ndërreprueshmërinë në aspektin operacional edhe bashkëpunimin në aspektin strategjik me partnerët dhe aleatët tanë, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe partnerët dhe aleatët që i kemi prezencë edhe në mbështetje të Ministrisë së Mbrojtjes edhe Forcës së Sigurisë së Kosovës gjatë këtyre viteve. 2 objektiva tjera që lidhen me zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të planit gjithëpërfshirë të tranzicionit janë 2. Pra janë zhvillimi kapacitete ushtarake, siç e dini ne në vazhdimsi jemi duke zhvilluar kapacitete ushtarake, kryesisht ato luftarake që ndërlidhen me Këmsërinë. Ne kemi validuar një regjiment gjatë këtij viti dhe do të vazhdojmë validimin e 2 regjimenteve të tjera të Këmsërisë dhe roli i Ministrisë së Mbrojtjes në këtë aspekt do të jetë krucial për mbështetjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe General-Lejtenant Jasharit për zhvillimin e këtyre kapaciteteve. Kapacitetet e reja do të ndërtohen në përputhje me standardet e NATO-s, në bashkëpunim me aleatët dhe do të jenë kapacitete të cilat do të vëhen në dispozicion të vendit tonë për mbrojtjen e territorit edhe sovranitetit, si edhe në dispozicion të aleatëve dhe partnerëve tonë me qëllim ruajtjen e sigurisë edhe paqes globale. Tjetër objektiv që lidhet me forcën është ruajtja e kapaciteteve aktuale. Gjithë jeni të informuar që Forca e Sigurisë së Kosovës ndër vite ka zhvilluar kapacitete për mbështetjen ushtarake për autoritetet civile, që janë të njohura tashmë, siç janë kërkim shpëtimi, deminimi, mbrojtja kundër atomiko-biologjike edhe gjenjet civile. Ne për të ardhur deri këtu edhe për të arritur atë që kemi arritur si Ministria e Mbrojtjes edhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, do të ishte pamundur sikur të mos kishim mbështetjen e vazhdueshme të Kryeministrit Kurti dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kryesisht që ndërlidhet me buxhetin. Prej vitit 2021 deri në vitin 2023 kemi në rritje 120% të buxhetit të Forcës së Sigurisë së Kosovës pra Ministrisë së Mbrojtjes. Si vjetë kemi pas buxhetin 123 milion edhe kemi premtim prej Kryeministrit për rritje të këtij buxheti, që për ne është kruciale për shkak që rritja e buxhetit ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë Ministrinë e Mbrojtjes në zhvillimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kjo mbështetje ka qenë e vazhdueshme në të gjitha aspektet, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin buxhetor. Gjithashtu një pikë tjetër e rëndësishme, një arritje që mund ta quajmë të rëndësishme ka qenë regrutimi. Ne kemi vazhduar me regrutimin nga jeta civile të regrutëve për të bërë pra ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ky regrutim është duke vazhduar, duke intensifikuar në vazhdimsi dhe si rrjedhoj tani aktualisht i kemi 612 rekrut që janë duke përfunduar trajnimin bazik në komandën e doktrinës dhe stërvitjes dhe që pas përfundimit do t'i bashkangjiten radhave të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe gjithashtu jemi duke trajnuar dhe përgatitur 388 pjesëtar të komponentës rezervë. Kjo rrit numrin e Forcës së Sigurisë
në përputhje me nevojat, në përputhje me planet që i kemi zhvillimore, dhe është kruciale në ndërtimin e kapaciteteve. Është për të theksuar që janë 3 element kyç që nevojiten që ne të kemi një forcë të gatshme për të kryer misionin e saj. Siç e dini, në kuadër të misionit të saj, Forca e Sigurisë Kosovës ka 3 detyra kyçe, që është mbrojtja e territorit dhe sovranitetit të vendit, mbështetja ushtarake për autoritetet civile dhe operacionet ndërkombëtare, dhe për të realizuar këto detyra nevojiten 3 komponent kyç. Është pajisja, blerjet ushtarake që i kemi realizuar në mënyrë shumë të intensifikuar 2 vitet e fundit, e kemi trajnimin e personelit edhe gjithashtu doktrina. 3 këto komponent janë duke u realizuar në përputhje me standardet e NATO-s, pra blerjet ushtarake ne blejmë nga vendet e NATO-s, blejmë kur është në pyetje çështja e armatimit dhe sistemit të armatimit përmes konceptit shtet me shtet, gjithmonë duke respektuar aspektin e konfidencialitetit në raport me vendet me cilat bëjmë blerje. Trajnojmë stafin tonë dhe edukojmë në përputhje me standardet e NATO-s në shkollat më të mira që ka NATO dhe vendet e NATO-s, si edhe i edukojmë gjithashtu edhe në vendin tonë, në akademitë dhe shkollat tona, cilat i kemi të ndërtuara ndër vite në përputhje me standardet e NATO-s dhe mendimin edhe bashkëpunimin me oficerët ndërlidhës të NATO-s që i kemi prezent në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjithashtu, operacionet ndërkombëtare kanë qenë një element që është për të theksuar si arritje kyçe gjatë tyre viteve. Për herë të parë ne kemi zbarkuar në Kuvajt për një operacion të mbështetjes së paqes, që ka pasur jo vetëm rëndësi operacionale, jo vetëm që pjesëtarët tonë kanë përfituar nga ai operacion një uri të reja edhe bashkëpunim të ri, por në aspektin diplomatik flamuri ynë është ngritur për herë të parë në një mision pasqyruajtës në një vend jashtë territorit të Evropës. Kemi pas edhe operacione tjera, i theksova edhe më herët operacionin në Turqi, që ka qenë me të vërtetë një operacion shumë kompleks dhe njësitë tona kanë arritur që të japin një imazh shumë pozitiv të vendit tonë dhe forcës tonë, të popullata edhe të shteti mjekëturk. Në përputhje me planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, ne jemi duke vazhduar pra zhvillimin e njësive. Është një plan që është ndërtuar dhe ka hyrë në funksion pas marrjes së mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në vitin 2018, dhe ky plan është duke vazhduar të implementohet dhe do të jem gjatë mandatit tim i përkushtuar veçanërisht për vazhdimin e implementimit të këtij plani, bazuar në fazat, bazuar në nevojat për ngritjen e njësive ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra 2 shtylla do të jenë shtylla për cilat unë do të fokusohem të mirëmbaj në aspektin e planit gjithëpërfshirës të tranzicionit Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, ndërtimi kapaciteteve të reja luftarake, cilat nuk e kemi pas më herët, edhe mirëmbajtja e kapaciteteve aktuale, cilat i kemi në dispozicion e që i theksova më herët që lidhen me mbështetjen ushtarake për autoritetet civile. Ne për të arritur këto 4 objektiva kemi edhe prioritetet. Ndër prioritetet është edhe investimet kapitale, siç e dini tani Forca e Sigurisë së Kosovës me vendim të qeverisë së Kosovës ka në dispozicion një zonë të trajnimit dikon 45 km2, dhe që është në Bobajt Box, në pjesën perëndimore të territorit të Kosovës. Është një zonë trajnimi e cila është faktikisht plotëson të gjitha standardet për të qenë zonë trajnimi jo vetëm për nevojat e vendit tonë, po edhe për të ofruar zonë trajnimi për partnerët dhe aleatët tonë. Është dëshmuar kjo gjatë ushtrimeve që i kemi pas më herë, siç ka qenë Defender Europe 21 dhe Defender Europe 23, ku këtë zonë të trajnimit e kemi shfrytzuar për nevojat të trajnimit jo vetëm për forcat tona, po edhe për forcat mike. Ne jemi duke vazhduar investimet në Bobajt Box, së bashku gjithashtu me partnerët, jemi duke e konsoliduar atë zonë trajnimi, ka vazhduar dhe ka përfunduar faza e projektimit të poligonit, edhe aktualisht jemi duke ndërtuar poligonet e veçanta brenda zonës së trajnimit. Gjithashtu investimet kapitale do të realizohen në të gjitha
kazermat e Forcës së Sigurisë Kosovës me qëllim modernizimin e infrastrukturës, gjithashtu krijimin e kushteve të mira për zhvillimin e detyrave ditore, po edhe për përgatitjen për operacione edhe trajnime të ndryshme. Në aspektin e bashkëpunimit me institucionet, me ministri tjera, ne kemi vazhdu në vazhdimësi që të bashkëpunojmë. Do t'jetë fokusi imi edhe për të ardhmen, që të rrisim bashkëpunimin edhe me ministri tjera aty ku ndërlidhet puna jonë me ato ministri. Për shembull me Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, jemi të ndërlidhur veçanërisht me operacionet e mbështetjes ushtarake për autoritetet civile, operacione këto me të cilat ne paraqesim, japim kapacitetet tona në mbështetje të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave në raste të katastrofave natyrore, po në raste të emergjencave civile. Ne bashkë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kemi përpiluar një program trajnimi që kemi quajtur Edukimi për Siguri, që do të jetë lëndë zgjedhore për nxënësit e klasës së 11 dhe që do të ketë tema të cilat ndërlidhen me njohuritë bazike për siguri, të cilat do t'i kenë të ardhmen nxënësit e klasës së 11. Kryesisht do të jenë pra tema që ndërlidhen me ndihmën e parë, me element e nevojshme që secili qytetar duhet të njohë për raste të emergjencave të ndryshme. Pra, gjithmonë fokusi yni, qëllimi yni është integrimi në NATO. Kjo do të jetë rrugë që jo gjithmonë varet prej kapacitetit dhe përgatitjeve tona. Antarësimi në NATO varet edhe prej shumë faktorëve tjerë, ndër tjera është edhe prej faktorëve të njohjes. Pra kemi ende, ne jemi të vetëdijshëm për vende mosnjohëse që janë brenda NATO-s dhe të cilat vazhdojnë të hezitojnë për të mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë organizëm. Do të kemi parasysh që NATO është pikëspori aleancë politike. Në aspektin ushtarak, jam i vetëdijshëm që Forca e Sigurisë së Kosovës ka plotësuar dhe vazhdon të plotësojë të gjitha standardet që një vend i NATO-s i ka për të qenë një forcë operacionale e ndërveprueshme dhe e gatshme për të bashkëvepruar me vendet e NATO-s në mbështetje të paqes edhe stabilitetit kudo në botë. Tash kisha hap pjesën për pyetjen nëse ka. Për disa muaj me radhë, Shtetet e Bashkuara dhe Republika e Kosovës kanë punuar me ekipet e tyre për draftimin e marrëveshjes për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Është një ndër marrëveshjet më të rëndësishme që vendi ynë dhe vendet që janë partnerë mes vete e përpilojnë edhe nënshkruajnë, e që lidhet me ruajtjen, me zotimin për ruajtjen e informacionit të klasifikuar, kur kemi jo vetëm shkëmbim të informatash, po edhe kur kemi blerje të ndryshme të sistemeve të ndryshme armatimit, ku ka të dhëna konfidenciale apo sekrete që mund të ketë një shtet. Pra është kruciale që të mundsoj vazhdimin e bashkëpunimit edhe rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Do të hap shumë rrugë, pikëspari do të kemi pra shkëmbim të informacionit, edhe që është thash i rëndësishëm, sidomos kur kemi të bëjmë me përgjigje ndaj rrezikeve hibride, sulme kibernetike dhe rreziqe tjera, dhe me të vërtetë unë vlerësoj që Shtetet e Bashkuara kanë shfaq besim të jashtëzakonshëm në vendin dhe qeverinë tonë kur janë ulur dhe kanë nënshkruar këtë marrëveshje me vendin tonë. Kjo do të hapë rrugë për shumë bashkëpunime në të ardhmen dhe jam i bindur që do të jetë shumë përparësi për vendin tonë. Zoti Minister, ne e dim që për shkak situatës që ishte në veri, Forca e Sigurisë së Kosovës nuk është prej të vendeve të 23. A keni përdo, a do të filloni bisedime që të kthehet për vitin 2024, edhe diçka? Në kolegja ka dhënë shumë informacione se festëkën për e lëshojnë profesionistët. Çfarë mund të thosh?
rreth çështjes së Defenderit, Defender Europe 23 kam fjalën, është për të theksuar fakti që Defender Europe si aktivitet nuk është anuluar. Është anuluar pjesa përfundimtare e këtij ushtrimi që ka qenë dita e hapur për media edhe vizitorë të shquar për të përcjellur aktivitetin e Defender Europe 23 në aspektin operacional. Aktivitetet kanë përfunduar të gjitha deri në atë kohë, pra nuk jemi penalizuar në aspektin operacional, është më shumë një reagim, pra siç e thatë ndaj situatës, po i cili me të vërtetë nuk është që ka lënduar aspektin operacional të forcës së sigurisë së Kosovës. Ne do të marrim pjesë në konferencat planifikuese gjatë kësaj vjeshte për Defender Europe 25, që gjithashtu realizohet në pjesën juglindore të Evropës, dhe jam i bindur që do të vazhdojmë me të njëjtën ritëm të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës së përket ushtrimeve dhe trajnimeve. Ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim, vazhdojmë të kemi takime të përbashkëta, gjithë sektorët dhe gjitha nivelet janë duke vazhduar që të ruajnë bashkëpunimin, bile të avancojnë atë në faza më të avancuara. Kurse sa i përket largimit të pjesëtarëve, me të vërtetë është një trend jo vetëm në vendin tonë, është një trend, mund të themi, global, që në ushtri është paraqitur si problem në disa vende. Kjo ka ndodhur më herët. Kjo vjen edhe për shkak që me të vërtetë kohët e fundit ka ndryshuar qasja ndaj profesioneve, por kemi profesione të reja që kryesisht ndërlidhen me IT dhe profesione të ndryshme të cilat nuk kanë qenë profesione të zakonshme para disa kohëve. Është pra një trend kryesisht global. Megjithatë, ne do të bëjmë përpjekje maksimale si qeveri, si Ministria e Mbrojtjes, që të ruajmë talentet brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke rregulluar mirëqenien aq sa mundemi të rregullojmë, edhe duke u ofruar mundësi për vazhdimin e punës në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Se mund të na tregoj pak edhe raportet që i tashëm tani në pjesën e sotme, pasi në raportuar në media që ka disa tabore me Ministrisë së Mbrojtjes, më na tregojnë ju personalisht çfarë raporte keni me Ministrin e Përgjithshëm e Mbrojtjes, edhe ato akipot që në një pjesëtar duan si pjesë ekipit tuaj në kuadrin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ne pjesëmarrja në ushtrime dallon prej pjesëmarrjes në trajnime, kur pjesëtarët tonë i dërgojmë në trajnime të ndryshme, marrin certifikata individuale për përfundimin e atyre trajnimeve, kurse sa i përket ushtrimit Defender Europe 23, bashkëpunimi me aleatët edhe partnerët tonë, pjesëmarrja përbashkë në ushtrim ka pas qëllim zhvillimin e ushtrimit dhe validimin e kapaciteteve tona të këmbësërisë. Ky validim ka përfunduar, ne jemi në përfundim të rishikimit të aspektit të analizave pasvepruese, në fund për të dalë me një komunikim zyrtar për çështjen e validimit, pra është një validim që ka bë Tradoku-yn, pra qendra e trajnimit të doktrinës së bashku me aleatët nga vende të ndryshme, dhe mund të themi që ka konkluduar i suksesshëm Defender Europe 23, sidomos në aspektin operacional. Sa i përket pyetjes së raporteve, unë në Ministrinë e Mbrojtjes, në vazhdimsi ka pas raporte shumë pozitive në mes të gjithë stafit, normalisht jo vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes, por në çdo institucion, në çdo vend ka mospajtime për çështje të caktuara, mund të ketë edhe opinione të ndryshme, çdo vendim që mirret pas një diskutimi, edhe po mirë, po nuk është e vërtetë që ka pasur raporte aq të acaruara sot të paraqiten në këtë format siç janë paraqitur. Pra mund të them lirisht që është në cuoza të normales, edhe raportet e mia janë shumë normale, janë raporte bashkëpunimi, janë raporte koordinimit të aktiviteteve bazuar në përgjegjësitë dhe detyrat tona. Kurse pyetja e tretë ke për tash është qasje individuale secilit, ministri ka pas qasje tjetër ndoshta në raport me komunikimin me media, ka shfrytzuar më shumë mundësi të tjera të komunikimit me media. Unë do të jemi hapur edhe do të keni ashtu siç e thash në fillim mundësinë që të shtroni pyetje edhe aty ku e ka mundësinë edhe kohore do të jem prezent në mediat tuaja.
Po jemi në komunikim të vazhdueshëm, ne e kemi edhe rregulloren për pagesat shtesë. Ne jemi duke analizuar në vazhdimsi dhe shumë shpejt besoj që ne do të kemi një drejtim rreth çështjes së pagesave shtesë, por në përgjithësi rritjes edhe ngritjes së mirëqenies së ushtarëve. Tash ka qenë ligji Pogav që ka afektuar edhe rregulloret e mbrëmshme, por jemi në fazën përfundimtare të kësaj analize.